Është logo, teksa në këto momente unë do të kem kolegun Fatjon Gjinaj, ku do të ndalem specifikisht te kalimi për gjykim të dosjes prokurore posaçme e cila mbyll hetimet dhe kaloi për gjykim grupin që kishte mundur ta kërronte sistemin e SPAK dhe t'i shpërndante materialet e siguruara. Fatjon, fjala për ty. Po Arnold, për herë të parë në 6 vite strukture posaçme antikorrupsion, kodet e saj të sigurisë hyen dhe 2 shtetas hyn në to, duke marrë të dhëna nga 3 prokurorë, Behar Dibra, Doloreza Musabelliu dhe Elida Kaçkini. Ngjarja është regjistruar rreth 1 vit më parë, ndërkohë që e kemi raportuar nisjen e komunikimit më herët të akuzave dhe mbylljes së hetimeve për 3 persona të përfshirë në këtë rast të paprecedens të thyrës së sigurisë së një prej institucioneve që parashikohet të jetë më i sigurti në vend siç është prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, teksa sot pikërisht ky institucion ka dhënë një komunikat për mediat ku ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar kërkesën për nisjen e gjykimit ndaj shtetasve Arnold Rroga, ish punonjës inspektorati i mbrojtjes së territorit, Zambak Gjoni, ish funksionar i burgjeve dhe Agim Ismaili, ish drejtor i përgjithshëm i burgjeve. Ata akuzohen për vepra penale që janë hyrja e paautorizuar në sisteme kompjuterike, përgjimi i palishëm i të dhënave kompjuterike, paragrafet përkatëse që parashikojnë kryen e këtyre veprave, si dhe grup i strukturuar kriminale, kryerja e veprave penale nga organizat kriminale dhe grup i strukturuar kriminal. Ndonse SPAK ka gjetur përgjegjësinë e këtyre 3 shtetasve për kryerjen e veprave penale që sapo citova, nuk ka dokumentuar, paktën komunikata që ka dhënë deri tani zyrtare, se cili ishte interesi i këtyre 3 personave për të marrë të dhëna nga dosjet hetimore të 3 prokurorëve të posaçëm. SPAK kujdeset të thotë se brenda 24 orëve evidentoi lëvizjet e çuditshme pa precedenta në ndërhyrjen e të dhënave kompjuterike të prokurorëve, i identifikoi dhe i vendosi në pranga autorët e dyshuar të kësaj ngjarje, paktën 2 prej tyre, pasi Agim Ismaili, i cili e kemi parë vazhdimisht të hyjë dhe të dalë nga ambientet e prokurorisë, është hetuar pa asnjë masë sigurie. E nga ana tjetër nuk është arritur, sikundër thash pak më herët, dokumentohet se kush ka qenë personi i interesuar për të dhëna në duart e prokurorëve të posaçëm, cila ka qenë marrëveshja dhe marrëdhënia mes 3 subjekteve nën akuzë tashmë lidhur me këtë çështje dhe kanë arritur t'i marrin konkretisht atë për cilën kanë qenë të interesuar. Më herët SPAK ka pretenduar më herët që fatmirësisht është parandaluar ndërhyrja në materiale sensitive hetimore, por nga ana tjetër ka patur edhe disa materiale që kanë rrëshqitur nga kompjuterat e 3 prokurorëve, duke ngritur dyshime prej 1 viti lidhur me sistemin e sigurisë prokurisë së posaçme antikorrupsion dhe konkretisht të dhënave që disponojnë prokurorët e posaçëm, që në shumicën e rasteve janë top sekrete ose sekrete hetimore. Në përfundim, shtetasi Zambak Gjoni dhe Arnold Rroga u identifikuan, thot SPAK, brenda 24 orësh, u arrestuan menjëherë duke parandaluar kështu edhe shpërndarjen e mëtejshme të dhënave hetimore. Ndërkohë që pala pritse e personit të cilit ja kishin nisur këto dhëna ishte edhe Agim Ismaili, i cili ka akuzë edhe për grup të strukturuar kriminal, por u hetua në gjendje të lirë. Do të shohim nëse në gjykatën e posaçme antikorrupsion do të gjurmohet si rrjedhojë parashtrimit të fakteve edhe personi që ka qenë interesuar për t'i patur këtë të dhëna. Zëra të ndryshme korridoreve të drejtësisë flasin edhe për emra që arrin deri në nivelet kabinetit qeveritar. Nuk e kemi të konfirmuar informacionin në rrugë zyrtare dhe natyrisht nuk mund ta trajtojmë në pritje nëse do të trajtohet në bankën e akuzës për 3 të pandehurit dhe nga ana tjetër edhe nga organi hetues që do të mbrojë çështjen në gjykatë. E qartë, Fatjon, falenderoj. Faleminderit juve.